رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të zhvillimit të playlistës mbi intervistat bashkëkohore. Jemi në vazhdim të pjesës së dytë ose serisë së dytë të videove të kësaj playliste, mbas serisë së parë në të cilën kemi prezantuar qytetërimet të ndryshme të cilat po formojnë si pole fuqie në botë. Te kjo seri e dytë po përmendim disa prej llojeve të përplasjeve që ekzistojnë midis këtyre qytetërimeve në rajone të ndryshme gjeografike, ku zakonisht secila prej tyre ka ndikim në një hapësirë më të gjerë se sa vetë rajoni specifik. Kemi trajtuar në këtë seri, kemi trajtuar diçka në lidhje me pozicionin e Turqisë dhe Izraelit dhe rajonit të lindjes së mesme. Kemi trajtuar diçka në lidhje me Palestinën dhe me kontributin që mund t'japin muslimanët jashtë Palestinës për çështjen e saj, këtë kauzë. Kemi trajtuar më pas një intervistë në të cilën flitej për përplasjen midis Izraelit, Amerikës dhe Iranit dhe aleatëve të Iranit gjithashtu, sepse këtu përfshihet edhe Libani dhe një pjesë e Yemenit, po ashtu dhe një pjesë e Irakut, ndërsa sot inshallah do të trajtojmë një temë e cila është e një rëndësie të veçantë në zonën e Shamit, pra në zonën në zemër të botës islame dhe në zemër të botës së vjetër që njihet gjithashtu. Termi Sham në gjuhën arabe nënkupton prej kohësh që para profetit sallallahu alaihi wasallam, nënkupton në zonën ku sot ndodhen këto 4 shtete, pra Palestina, Jordania, Libani dhe Siria. Dhe në rastin konkret jemi në trajtimin e çështjeve të Sirisë, e cila ka kaluar një periudhë shumë të trazuar dhe shumë të vështirë, me shumë luhatje dhe me shumë paqartësi në lidhje me të ardhmen e saj, por se së fundmi duket sikur ka marrë drejtim gjëja dhe kemi vendosur të sjellim në gjuhën shqipe përmbledhjen e një interviste nga arabishtja të një komandanti ushtarak aktual sirian, i cili ka marrë pjesë në lëvizjen e kryengritjes më herët. Ai quhet Muhammed Sulejman Khatib dhe është i ftuar në emisionin në YouTube me titull El Hikaye Es-Suriye, që do thotë rrëfimi sirian. Pa humbur kohë, pika e parë për sot thot, drejtuesi i emisionit me titull El Hikaye Es-Suriye, pra rrëfimi sirian, prezanton mysafirin e ditës, Muhammed Sulejman Khatib, zakonisht e thërrasin me termin El Amid, që do të thotë kryetari ose drejtori ose komandanti. Pra komandantin e parë të brigadave të kuqe. Janë domethënë një grup i veçantë forcash speciale brenda ushtrisë së sotshme siriane dhe kanë qenë një grup i veçantë operacionesh në kohën e kryengritjes kundër regjimit genocidial të Bashar al-Assadit. Pika numër 2. Intervista titullohet Min talib fizia ila awwal qa'id lil asaib al-hamra. Pra nga një student fizike në komandantin e parë të brigadave të kuqe. Pra po flasim për një person që nuk e ka nisur karrierën si ushtarak, por i është dashur ta vazhdojë karrierën si ushtarak. Pika 3. Intervistuesi thot se i ftuari është lindur në Damask, por ka lëvizur më pas për në Hims, duke ditur dikur ka qenë student në universitet dhe tashmë është komandant në ushtrinë e re siriane dhe e pyet se kë do më shumë, Damaskun apo Himsin. Damasku është kryeqyteti i sotshëm dhe kryeqyteti historik i Sirisë, ka qenë edhe kryeqytet i shtetit islam në kohën e udhëheqjes së familjes së Beni Umejeve, pra ka qenë qendra e botës islame, kuptohet që ka një rëndësi të jashtëzakonshme për muslimanët si qytet. Është qyteti në të cilin do të vi Isa alayhis salam dhe do t'i paraqitet muslimanëve në shoqëri të
të Imam Mehdit dhe që do të ndodhin ngjarje të rëndësishme domethënë në kohën e fundit anë për qark këtij qyteti. Gjithashtu ndodhet në pjesën jugore, pra mund ta quajmë deri diku jugore të Sirisë, në një distancë jo të madhe prej Palestinës, ndërsa Hims ndodhet, mund ta gjeni edhe me emrin Homs nëpër disa tekste, ndodhet në pak më në veri në raport me Damaskun. Dhe ndërmjet Himsit dhe Damaskut është pak a shumë rajoni i malor i asaj që quhet Kalemun, dhe që do të përmendet vazhdimisht nëpër këtë intervistë. Pika numër 4. Përgjigjet se me origjinë është nga fshati Gjender në Hims, por është lindur dhe rritur në Damask, më konkretisht në lagjen Berze. Pra kjo është një prej lagjeve të Damaskut dhe një lagje me një rëndësi të veçantë në kohën e kryengritjes. Pika 5. Thotë, siç e përmende, isha në universitet kur filloi kryengritja, por në thelb në Hims kam shkuar për shkak të shkollës. Pra ka qenë prezent atje për shkak të universitetit dhe atje e ka gjetur fillimin e trazirave. Pika numër 6. Familja jonë thot ka jetuar në Damask për shkak të punës së babait tim, i cili ka qenë i doktoruar në shkencë dhe ka punuar në pozicionin e zëvendës ministrit të arsimit për 30 vjet në kohën e atij që quhet në arabisht El Hafidh El Asad, pra Hafiz al-Asadit, babai të Basharit, thotë dhe Bashar El Asad në arabisht, që njihet zakonisht si Bashar al-Asadi në shqip. Thotë pika 7. E përmenda babain thotë sepse ai ka qenë kryesori prej së cilit ka marrë edukatën mbi parimet dhe virtytet të cilat duhet të nxitoj çdo njeri t'i përfitoj ose përndryshe nuk ka kuptim. Pra këtu duhet të theksojmë që ky komandant, ashtu si dhe figurat të tjera përveç tij, vjen nga një familje thellësisht intelektuale, të përkushtuar në fushën e edukimit dhe ka qenë i fushës së edukimit përpara se të kalonte në fushën e luftës. Pra rrethanat e kanë çuar që të angazhohet më tepër në fushën e luftës sesa në fushën e tij të parë të veprimtarisë. Pika 8. Si përfundim të dyja vendet, i dua shumë thot dhe nuk mund ta veçoj njërin, por se në Damask kam kaluar 90% të jetës sime, ndërsa në Hims kam ikur thot në kohën e shkollës së lartë. Pra në Damask ka jetuar më së shumti dhe ka ikur në Hims vetëm për një fjalë kohe, vetëm për një farë kohe. Pak a shumë kjo ngjan pozicionit që kam qenuar në Lushnjë, që jam lindur dhe rritur në Lushnjë, por në kohën e shkollës kam ikur në Tiranë, domethënë për një periudhë të shkurtër. Pastaj jeta e tij ka marrë drejtim tjetër, siç e tham, për shkak të rrethanave. Pika numër 9, fjala ime. Njerëz të këtij niveli kanë drejtuar veprimtarinë e kryengritjes në Siri dhe organizimin e shtetit të ri mbas rënies së regjimit genocidial. Dhe kjo është diçka për t'u vlerësuar, pavarësisht se tentohet nga qarqe të ndryshme me interesa të caktuara politike për rajonin dhe më gjerë, tentohet që të përshkruhet një imazh negativ për këto figura dhe për ata që kanë lidhje me këto figura, por faktikisht mendimi jon nuk duhet të bazohet vetëm mbi fjalët e kundërshtarit, por duhet të bazohet edhe mbi dëshmitë e vetë popullit që jeton në atë vend. Dhe nga të gjitha kontaktet që mund të ketë çdo musliman me muslimanët e Sirisë, do të shikojë që e përgjithshmja është që opinioni është tepër pozitiv për qeverinë aktuale në vend. Pika numër 10. E pyet intervistuesi se pse zgjodhi fizikën. Pika 11. Përgjigjet se ajo është baza e çdo gjëje në shkencë. Pika 12. Jo sepse fizika ka të bëjë edhe me përbërjen e lëndës, por edhe me lëndën në tërësi dhe mënyrën se si ajo reagon ose vepron në varësi të forcave në situata të caktuara. Pra mund të konsiderohet si një nga shkencat më bazike. Ndonse personalisht kam dëgjuar opinion tjetër tek studiues të tjerë dhe njerëz të shkencës, të cilët thonë që është kimia baza e shkencave, për shkak se merret me përbërjen më themelore të lëndës. Megjithatë, mund të jetë edhe çështje opinionesh, Allahu e di më së miri. Pika 12. Pastaj shton se është regjistruar në inxhinieri telekomunikacioni,
por se ajo deg kërkonte shumë shpenzime dhe ndonë nëse ne thot si familje ishim mbi mesatarin e vendit nga aspekti të ardhurave, u konsultuam me babain dhe vendosëm këtë deg, pra fizikën. Faktikisht nga shok që kam biseduar në Siri, që vinë domethënë nga qoftë edhe nga Damasku ose nga vende tjera, tregojnë që raporti midis rrogave dhe çmimeve ka qenë katastrofik në Siri, sidomos në periudhën e fundit përpara se të binte regjimi. Dhe tani domethënë më në fund Siria është duke rimarr veten. Pika 13. Në fillim thot e pata pak me frikë kur sapo e nisa shkollën, por më pas mu lehtësua. Dhe kjo mund të thuhet për shumë fusha dhe për shumë deg, kështu që është diçka normale. Edhe për një student të mirë, domethënë, mund të duken disa gjëra të vështira si fillim derisa t'ja marrë dorën. Pika 14. E kam vazhduar thot shkollën deri në vit të tretë, pastaj filloi lufta, pastaj kam përfunduar me sukses thot dhe tani jam regjistruar për specializim. Tani kjo tregon se sa të lidhur janë disa njerëz me edukimin, sidomos disa njerëz që ne mendojmë se kur janë të prapambetur. Po të pyesësh njerëz domethënë shqiptar që nuk ja kanë haberin për shembull se si funksionon lindja e mesme dhe se çfarë kapaciteti dhe talentesh ka, mund të mendojmë për shembull që sirianët, palestinezët, libanezët dhe të tjerët mund të jenë njerëz të parësimuar, të prapambetur, të varfër etj etj. Por faktikisht edhe pse janë vende me shumë trazira, ama edukimit i vën një rëndësi shumë të madhe. Palestinezët në krye për mendimin tim, të cilët edhe në rripin e Gazës, edhe në për tenda dhe në për çadra vazhdojnë të mësojnë qoftë në fushën e fesë, qoftë në fushat e shkencës, por edhe sirianët, siç e shohim shembullin e këtij komandanti, por jo vetëm ky, por edhe shumë të tjerë përveç këtij, arrin të prodhojnë njerëz të zgjuar në rrethana të ndryshme, njerëz me shumë bagazh përveç se të zgjuar. Pika 15. I uron suksese dhe e pyet se si ishte gjendja e tij në kohën kur filloi kryengritja. A kishte ndonjë pozicion politik të caktuar etj. Pika 16. Përgjigjet se populli sirian në përgjithësi nuk ka pasur ndonjë drejtim të tillë, por ajo që ka ndikuar më së shumti tek ai personalisht ishin kryengritjet e tjera arabe para asaj sirianes. Pra janë ndikuar nga njëri tjetri nga njëra tjetra popullatat arabe, duke parë ndonjë farë suksesi që mund të dukur tek njëra dhe ka lindur dëshira për t'u aplikuar edhe tek tjetra. Thot pika 17, në veçanti ajo e Tunizisë dhe pastaj ajo e Egjiptit lënë gjurmë të thella tek unë. Pika 18, si fillim thot, analizuam situatën tonë dhe e krahasuam me atë të tyre, domethënë me të tunizianëve dhe me të egjiptianëve. Pika 19, pam nëse ishte prezente edhe te ne, nëse ishin prezente edhe te ne shkaqe analoge për t'u ngritur kundër qeverisë dhe kuptuam që te ne ishte akoma më me përparësi se tek ata. Pra sirianët kanë qenë akoma më të vojtur se ata. Allahu e di më së miri domethënë se kush ka qenë më i vojtur, por sirianët pa frikë janë kandidat për kampion në këtë aspekt, sepse edhe regjimi i tyre ka qenë kandidat për kampion në çështje padrejtësish. Unë zakonisht kur flas për tema të tilla e quaj Bashar al-Assadin dhe babain e tij pak a shumë si Enver Hoxha i Sirisë. Kështu besoj se mund ta quajmë. Ndonse ai nuk mund të arrinte atë sukses që arriti Enver Hoxha në Shqipëri, sepse ka pasur më shumë rezistencë dhe më shumë lidhje me fen tek njerëzit dhe më shumë praktikë dhe njohuri në krahasim me rastin tonë, në rastin e shqiptarëve. Por besoj që nëse sirianët do të ishin dobësuar paraprakisht aq sa ishin dobësuar shqiptarët në kohën kur ka ardhur komunizmi, besoj që edhe në Siri do të ishte zhdukur feja ashtu siç u zhduk në Shqipëri, nuk do të kishte ndonjë pengesë. Pika 20. Mungesa e lirisë te ne thot ishte edhe më e theksuar dhe izolimi nga bota ishte edhe më i madh. Pika 21. Në Hims, dallimi midis grupeve të popullsisë ishte aq i dukshëm, saqë as nuk banonin në të njëjtat lagje, por vetëm të ndara. Pika 22. Në Damask, situata ishte disi më ndryshe. Pra kjo tregon që kur bëhet një analizë e gjendjes së një vendi apo të një diçkaje që do të analizohet, duhet të merret në konsiderat e përgjithshmja dhe jo vetëm një pjesë e vogël e saj për t'u gjykuar, sepse duke analizuar vetëm një pjesë të vogël, nuk arrin dot përfundime bindëse. Për shembull, bie llafi të shikojmë, duam të gjykojmë për situatën e Shqipërisë dhe të shikojmë për shembull vetëm Tiranën dhe mos shikojmë se çfarë ndodh as nëpër qytetet e mëdha,
as në për qytetet e vogla, as në për fshatra dhe as në vende që janë domethënë larg kryeqytetit. Pika 23. Megjithatë, sado që të ishe i aftë, i ditur dhe i talentuar në një fushë, ishe gjithmonë i kufizuar nga sistemi. Pika 24. Kështu që gjithë kërkesat tona në fillim të lëvizjes ishin vetëm rreth lirisë. Pra kur njeriu t'i mungon liria, nuk e ka mendjen domethënë të kërkojë gjëra të cilat mund të konsiderohen në një situatë normale si gjëra dytësore, tretësore, si gjëra luksi etj. Por e ka mendjen të kërkojë vetëm gjërat më bazike dhe liria është tek gjërat më bazike. Pika 25. Në këtë moment thot të gjithë kemi filluar të thellohemi në njohjen më të mirë të Sirisë, historinë e saj, gjeografinë e saj etj. Pika 26. Sërish babai ka qenë një shtysë e madhe, si me këshilla, si për faktin që ishte në brendësi të gjërave në administrat. Pra e dinte edhe nga brenda se si funksiononte sistemi dhe jo vetëm nga jashtë. Pika 27. Ai më orientonte se çfarë kishte përparësi dhe çfarë duhej të anashkalohej etj. Pika 28. Unë lëvizja vazhdimisht ndërmjet Himsit dhe lagjes Berzeh në Damask, dhe të dyja këto ishin vatër e kryengritjes. Duhet të përmend që tek përkthimi i këtij materiali kemi hasur një sasi vështirësie në lidhje me dialektin e këtij vllait ton që ka bërë intervistën, duke qenë se dialekti i tij domethënë nuk është shumë letrar në krahasim me arabishten të cilën kemi studiuar, por elhamdulillah jemi përpjekur që ta sjellim në një cilësi sa më të mirë që ka qenë e mundur. Pika 29. Lagja ime veçanërisht thot ka qenë si çakmak për ndezjen e lëvizjes, pasi mbas çdo xhumaje kishte protesta, filloi presioni, arrestimet, dhuna etj. Pra imagjino domethënë çdo ditë të premte në drek, muslimanët falin namazin e xumas anë mban botës. Mbas çdo xumaje pa përjashtim, sirianët çoheshin për të protestuar në mënyrë paqësore kundër sistemit për fitimin e lirive të tyre dhe nuk pretendonin atëherë në fillim të ndrojë sistemi, por pretendonin thjesht që të arrinin disa të drejta të cilat u mungonin. Pika 30. Dhe normalisht nuk mund të ishin të sigurt se si do të ishte reagimi, por ata që e njihnin sistemin mirë e dinin që nuk pritej asgjë e mirë. Pika 30. Në Hims ishte e njëjta gjë, madje atje njerëzit dukeshin edhe më të përgatitur se sa në rajonet e tjera, kështu që kudo që shkoja, shikoja shenjat e kryengritjes. Pika 31. Në atë kohë përpiqeshim të vendosnim kontakt me grupe të ndryshme organizatore të protestave dhe të dialogonim për mbarvajtjen e gjërave për Sirinë. Pra kjo tregon që konsultimi ka qenë prezent dhe kjo është gjë e mirë. Pika 32. Që mbas protestës së parë në Hims, e kuptova që kjo ishte një çështje e cila nuk mund të zgjidhej me paqe. Pra një njeri që i shikon gjërat me vëmendje dhe e njeh realitetin, arrin që të ketë një vizion për të ardhmen të cilin mund mos ta kenë të tjerë të cilët nuk i kanë këto njohuri. Pika 33. Regjimi ishte shumë aktiv me shërbimin informativ dhe me ndjekjen e situatës, por as pak mirëkuptues. Pika 34. Dukej sikur studentët flisnin një gjuhë, ndërsa përfaqësuesit e regjimit një gjuhë tjetër. Dhe normalisht ashtu kanë qenë të indoktrinuar, kështu që nuk është çudi domethënë që janë përgjigjur në këtë lloj forme. Pika 35. Regjimi kuptonte vetëm gjuhën e dhunës dhe gjakut. Dhe po të shikosh se çfarë ka ndodhur në përburgjet siriane me të burgosurit politik, do të lemerisesh. Domethënë aq të tmerrshme janë sidomos ato pamje që qarkullojnë nëpër video apo materiale të ndryshme. Pika 36. Protestat paqësore morën si përgjigje një numër të madh dëshmorësh, pa imagjino ti vrasësh njerëzit që protestojnë paqësisht, dhe një ashpërsi të paparë nga ana e regjimit. Ata kanë menduar që të ushtrojmë sa më shumë dhunë që në fillim, që këta të friksohen edhe të pushojnë, mos të ndihen më. Pika 37. Kjo ka qenë në fund të vitit 2011 dhe fillim 2012 dhe ishte koha kur edhe babai im ndroi jetë, Allahu e mëshiroft.
Pra kjo kuptohet që i ka shtuar një sasi vështirësie punës që ka marrë përsipër për të kryer vllai jon në fjalë, për arsye se pika e tij kryesore e referencës ka qenë babai. Pika 38. Menjëherë mbas kësaj vendosa të merrja armët dhe ta lija shkollën. Pra kuptohet që kjo për një njerëz të tillë që gjithkohon është marrë me dijen, është një vendim shumë i vështirë. Nuk është kollaj domethënë që të lëri atë me të cilën është mësuar për të hyrë diçka me të cilën nuk është i mësuar, por kur është e nevojshme, është e nevojshme. Pika 39. Thot atëherë ose do të mbaronte krimi dhe e keqja e regjimit, ose ti të paktën do të kishe bërë çdo gjë që kishe në dorë për ta bërë të mbaronte, edhe nëse në fund dështoje. Dhe kuptohet që çdo kush që merr një iniciativë ose një nismë për të sjellë një përmirësim, e merr në konsiderat që edhe mund të dështojë, porse vlerësohet në ditën e gjykimit sevapi për përpjekjen, ndërsa rezultati është në dorë të Allahut. Pika 40. Ky nuk ishte thjesht mendimi im personal, thot, por edhe mendimi i shumicës së shokëve me të cilët jetoja. Pra edhe një herë elementi i konsultimit që ka rëndësi të madhe në Islam. Pika 41. Në këtë kohë, krahina e Kalemunit ishte tashmë vetvetiu e çliruar, sepse në të nuk kishte prezencë ushtarake, pra nuk ishte ushtar të regjimit nëpër këto male që përmendëm më herët. Pra këto janë në pjesën perëndimore të Sirisë, në kufirin midis Sirisë dhe Libanit. Kurse pjesa veri perëndimore e Sirisë është det, pra ka dalë në detin Mesdhe, aty ku ndodhej edhe baza ruse. Më pas, thot pika 42, ne e vlerësonim si një bazë të mirë atë, ndërkohë që opsionet e tjera që do të mund të mendonim ishin të gjitha të rrethuara. Pra ishte vështirë domethënë që të çajë dhe të depërtoje forcën e kundërshtarit me mjete të pakta. Pika 43. Në këtë moment kishim nevojë për njohuri ushtarake mbi jetese dhe për informacione mbi armikun. Kështu që në këtë moment hyn në lojë stërvitja ushtarake që u duhej dhe që realizuan si përgatitje për ngjarjet e mëpasshme. Pika 44. Filluam thot ta studionim zonën dhe të komunikonim me grupet e ndryshme. Pra kishte edhe njerëz të tjerë të cilët ishin aktivizuar në mënyrë të pavarur në çështjen e kryengritjes, por nuk ishin të mirë organizuar dhe nuk ishin akoma një grup i vetëm i cili merrte vendime në mënyrë të unifikuar. Pika 45. Thot, kemi pasur një vëlla shumë të mirë, i cili ka rënë dëshmor në vitin 2015, që quhej El Hajj Ebu Muhammed Rifai. Thot, pika 46, ai ishte pjesë e vëllazërisë muslimane në kohën kur shkëlqente në Egjipt, sepse vëllazëria muslimane ka lindur në Egjipt, por nuk ka qenë gjithmonë në të njëjtin nivel, pra herë ka qenë më lart në aspektin e përgatitjes dhe suksesit në veprimtaritë që kryente dhe herë ka qenë më dobët. Thuhet me sa kam dëgjuar që aktualisht është dobët në krahasim me më përpara, Allahu e di më së miri. Megjithatë, këtu po flasim për periudhën kur sapo kishte nisur kryengritja në Siri, që i bie diku në vitet 2011-2012 parafërsisht, që i bie para 15 vjetësh në raport me sot. Pika 47. Thot kishte udhëtuar në Irak, në Jordani, në Liban, derisa kur filloi kryengritja siriane menjëherë u kthye në Siri. Pra ka dhënë kontributin e vet kudo që ka mundur dhe ka gjetur hapësirë. Pika 48. Atëherë thot ngriti një brigadë luftarake dhe na ndihmoi shumë me përvojën e tij. Kuptohet që njerëzit të cilët nuk kanë përvojë kanë nevojë që të konsultohen me ata që kanë përvojë, jo vetëm në fushën ushtarake, por në të gjitha fushat. Pika 49. Qëllimi i tij ishte ndërtimi i luftëtarëve, pra stërvitja e tyre, pra përgatitja e individëve, njerëzve në radhë të parë, përpara pjesës së pajisjeve dhe taktikave. Pika 50. Ne kemi dëgjuar shumë prej mësimeve të tij dhe jemi bërë mjeshtra të çështjeve ushtarake. Pra mjeshtër në çfarëdo lloj fushë nuk bëhesh për një herësh, por bëhesh duke pasur modesti dhe duke punuar fort dhe duke u mbështetur Allahut. Pika 51. Vendimi për lënien e shkollës ishte shumë i vështirë, sidomos duke ditur që familja ime thotë dhe të afërmit të gjithë përbënin një ambient totalisht të lidhur me edukimin. Kanë qenë si fis të gjithë të lidhur me mësimet.
Pika 52. Edhe mënyra e re e jetesës në ëmbrellën ushtarake ishte e vështirë si fillim. Kuptohet që kjo fushë domethënë ka vështirësi të cilat shumica e fushave të tjera zakonisht nuk i kanë. Pika 53. Thot gjithsesi mendoj që padyshim kjo e gjitha ka qenë udhëzim prej Allahut të lartësuar. Me çfarë konstatoj unë domethënë gjatë podcastit, ky vllai ka një modesti, një nivel modestie të jashtëzakonshme dhe vlerësoj shumë për të. Allahu e ruajt dhe Allahu e forcoft deri kur të largohet nga kjo botë, ashtu dhe të gjithë muslimanët. Dhe shikoj që ka dhe një nivel mirënjohje shumë të madhe kundrejt Allahut dhe vazhdimisht e përmend Allahun për sukseset që ka arritur. Pika 54. Virtytet me të cilat jemi edukuar na kanë shtyrë që t'i mbrojmë ato me çdo çmim pavarësisht nivelit të përgatitjes. Pika 55. Ndërkohë, lëvizjet islame të kryengritjes po merrnin gradualisht formë. Pra feja ka qenë motori që i ka vënë në lëvizje gjitha këto çfarë kanë pasur të bënin me kryengritjen. Pika 56. Disa prej stërvitësve ishin pjesë e lëvizjes së Hamasit në Palestinë. Dhe kjo tregon për nivelin e bashkëpunimit ndërmjet grupeve muslimane me njëra tjetrën. Edhe pse janë hierarki të veçanta, ama ka ortakllëk ndërmjet tyre sa herë që gjendet hapësira. Pika 57. Thot ata vepronin më tepër individualisht me iniciativën e tyre, sepse Hamasi si organizat në atë kohë ishte tërhequr nga Siria. Pra në kohën kur po shfaqeshin shenjat e trazirave, Hamasi nuk ka dashur të përzjehet si organizat me trazirat, por ka pasur individ që kanë qenë pjesëtar të Hamasit dhe kanë vendosur të japin një kontribut me iniciativë individuale dhe jo me urdhër domethënë nga komanda e grupit apo organizatës. Megjithatë, si kryengritësit në Siri, si Hamasi në Palestinë, janë lëvizje shumë krenare dhe shumë të admirueshme në aspektin e rezistencës për lirinë e vendeve të tyre, dhe nuk janë absolutisht terroristë siç i etiketojnë ata të cilët kanë qëllime të këqija. Më pas, pika 58. Thot vëllezërit e Hamasit për shembull na kanë treguar nëpërmjet videove se si ata hapnin tunelet në rripin e Gazës në mënyrë që të mund ta aplikonim edhe ne këtë lloj veprimtarie në kontekstin tonë. Pra kjo është në fushën e dijes rreth çështjeve ushtarake. Dhe është një lloj dije shumë e dobishme që është transmetuar tek ata me ato mjete që kanë pasur në dorë. Pra thjesht duke parë me video, ti të fillosh dhe ta punosh, ta bësh dhe ti një gjë të mirë që shikon tek tjetri. Pika 60. Pika 59. Secili pjesëtar i kryengritjes kishte shtytje personale që e nxisnin të merrte pjesë dhe në këtë moment normalisht kishte nevojë për një organizim të përgjithshëm. Çdo grup ka nevojë për organizim ose për ndryshe është e vështirë që puna të japi frytet e duhura. Pika 60. Kemi marrë mësim prej atyre më me përvojë, pastaj kemi filluar të stërvitemi vetë dhe i kemi ndërtuar veprimet ushtarake mbi bazën e stërvitjeve që kemi kryer. Pika 61. Në fillim formuam qendra të vogla stërvitore, por më pas disa prej këtyre u kthyen në baza të mëdha dhe u shtua numri i luftëtarëve. Pra dhuna e sistemit genocidial në Siri nuk prodhoi tjetër veç se burra të cilët do të rezistonin dhe do ta hidhnin poshtë sistemin një ditë të nesërme mbas një përgatitje të gjatë dhe mbas shumë sakrificave. Pika 62. Shumë prej këtyre vëllezërve ranë dëshmor gjatë luftës, Allahu i mëshiroft. Pika 63. Brigada e Kalemunit vazhdoi veprimtarinë e vet e përqendruar në këtë rajon nga 2012 deri në 2014, duke qenë rrethuar prej ushtrisë së regjimit genocidial. Por kuptohet që rajoni gjeografik, relievi dhe në rastin konkret domethënë prezenca e maleve dhe zaptimi i majave të tyre i jepte një avantazh strategjik vëllezërve, ndonse shumë të dizavantazhuar nga aspektet e tjera. Dhe mund të themi që ky lloj avantazhi ka qenë prezent edhe në popullin shqiptar në shumë lloje luftrash që kanë zhvilluar në të kaluarën e tyre. Pra gjeografia tek ushtria është te çështjet ushtarake është bazike. Pika 64. Thot na ka favorizuar në këtë kohë nga një farë aspekti situata rajonale, sepse prezenca e Hizbullahit
Hizbullahit në Liban kishte krijuar një tregtëzi armësh dhe ne kemi përfituar shumë prej kësaj, aq sa kemi bler edhe prej tyre drejt për drejt, duke qenë se ka pasur individ që kanë dashur të përfitojnë nga situata në Siri për qëllime personale. Pra Hizbullahi, që në shqip përkthehet grupi Allahut, është një organizat e cila është e formuar dhe e ndihmuar dhe e furnizuar nga Irani dhe është e përbërë kryesisht nga sekti shiit. Është një organizat e cila ka bërë dhe gjëra pozitive dhe gjëra negative. Mund të themi që ka bërë goxha gjëra negative me pesh në rajon dhe do të përmendet edhe në vazhdim, por prej gjërave pozitive që ka bërë dhe që po bën është që po lufton kundër Izraelit dhe ka luftuar edhe më përpara. Për këtë gjë e vlerësojmë padyshim dhe i duar trokasim, por nuk i duar trokasim dot për krimet që kanë bërë kundër muslimanëve suni, qoftë në Liban apo në Siri apo në vende të tjera. Në këtë gjë do të them padyshim që janë në gabim dhe është shumë e kritikueshme. Dhe kuptohet që do të mbajnë përgjegjësi për këto gjëra në ditën e gjykimit. Por se në rastin konkret situata është e tillë që aty ku ka milici apo ku ka organizata që nuk kanë krizë për furnizim me armatime, aty është normale që të ketë prezent edhe tregtëzi, pra të shesin njerëzit armë edhe të fitojnë pasuri për veten e tyre. Zakonisht kjo gjë ndodh tek ata që janë më pak me ideale se sa të tjerët. Dhe kjo gjë tregohet edhe për palestinezët që kanë blerë edhe armatime prej ushtarëve izraelit që i kanë shitur në tregun e zi dhe u kanë pas dhënë atyre drogë në këmbim. Pra është shumë interesante se si lidhen disa gjëra. Në këtë rast ka përfituar domethënë lëvizja e rezistencës në Siri e kryengritjes, duke përfituar dhe nga tregu i zi, po duke marrë dhe nga Hizbullahi drejt për drejt, sepse janë dy gjëra të ndryshme. Ndryshe është që dikush i ka bler nga Hizbullahi dhe ja ka shitur këtyre, dhe ndryshe është dhe drejt për drejt nga organizata Hizbullahit. Në organizatën e Hizbullahit në vazhdim domethënë lëvizja e kryengritjes ka hyrë në luftë, por deri në këtë moment domethënë kanë qenë në fazat e para. Më pas kuptohet që muslimanëve lejohet në këto situata dhe në çfarëdo lloj situate që të shfrytëzojë ato gjëra që e favorizojnë për aq kohë sa nuk janë brenda kuadrit të haramit. Pika 65. Në fillim zhvilloni mbetëja guerrile sipas kapacitetit tonë në rritje, disa prej secilave kanë pasur sukses dhe disa të tjera kanë dështuar. Pika 66. Gradualisht në 2014-ën Hizbullahi ndërhyri në Siri sepse kishte një lloj projekti të vetin për zonën kufitare dhe ata vendosën më shumë rregull mbi ushtrinë siriane, ushtrinë e vjetër domethënë të regjimit genocidial, ndërsa gjendja e kryengritësve ishte e rrëmujshme në aspektin e udhëheqjes ushtarake. Pra mund të themi që ushtria e Asadit, pavarësisht se shumë e egër kundër popullsisë civile, faktikisht nuk ka pasur një përgatitje të admirueshme në aspektin e normave të vërteta ushtarake, atyre gjërave që mund të jenë realisht për të vlerësuar në aspektin ushtarak. Se në fundit të vrasësh civil nuk është ndonjë arritje nga aspekti ushtarak, as nga aspekti njerëzor, as nga ndonjë aspekt tjetër. Porse Hizbullahi ka qenë më i përgatitur. Kjo tregon që pa asistencën e Iranit, aleatëve të tij dhe të Rusisë, regjimi genocidial i Asadit mund të ishte rrëzuar me kohë dhe nuk kishte aftësinë të rezistonte as atyre grupeve të shpërndara dhe jo të mirë përgatitura që ishin në fillim. Pika 67. Ata kishin edhe mbështetjen e Iranit në atë kohë dhe filluan ndër të tjera të kryenin edhe atentate mbi figura të caktuara. Pika 68. Nga ana jon ishte dëshira për të marrë zonën e Kusair, e cila të hap rrugën e kontrollit mbi Hims dhe Damask, që është një zonë ndërmjet këtyre të dyjave. Madje të çon edhe në lindje deri në Irak, por dështuam. Pra nuk pretendohet që çdo operacion ushtarak që kryen një grup do të ketë gjithmonë sukses. Herë ka sukses dhe herë dështon dhe riprovon. Pika 69. S'kishte krahasim midis fuqive ushtarake të dy palëve në atë kohë, ne ishim shumë dobët. Pika 70. Hizbullahi kishte superioritet ndaj ushtrisë siriane si nga ana taktike, por edhe nga aspekti i mjeteve që përdorte. Pika 71. Sulmi ndaj Kalemunit ishte shumë i vështirë për t'u përballuar, por na dha një përvojë të thellë. Pika 72.
jemi tërhequr deri në kufirin me Libanin, por rregulli brenda brigadave tona po vinte duke u shtuar. Pra sa më shumë kalonte koha, kishte një përmirësim të ngadalt, por të qëndrueshëm. Pika 73. Në atë kohë ishim të rrethuar nga të gjitha anët, porse në një rajon gjeografik të vështirë, me male dhe me burime të pakta për mbijetesë. Kuptohet që kjo ka qenë një sprovë e madhe për njerëzit që kanë qenë në këto rrethana, dhe ne i vlerësojmë shumë dhe Allah i shpërblef domethënë për sakrificat që kanë bërë për popullin sirian, për popullin e tyre, sepse kjo ka dhënë fryte më pas. Pika 74. Mund të them që kjo periudhë ka shërbyer si një stërvitje shumë e mirë dhe ka plotësuar personalitetin tim ushtarak. Pika 75. Mund të them gjithashtu që e kam shijuar këtë periudhë. Këtë e thot nga aspekti shpirtëror, se nga aspekti fizik domethënë ka qenë në gjendje goxha të vështirë. Pika 76. Ka pasur momente që kemi qenë në majtë të maleve dhe nga njëra anë mund të shikonim gjithë Sirin dhe nga ana tjetër po të ktheheshim shikonim gjithë Libanin, pra dy realitete, sepse ishin shtete të ndryshme. Pika 77. E përballonim të ftohtin, urinë, frikën, por ndjenim kënaqësi për shkak se ishim larguar nga bota për të ndihmuar kauzën në të cilën besonim. Dhe kështu faktikisht janë njerëzit e idealeve. Edhe nëse janë fizikisht në vështirësi, ata shpirtërisht janë në maksimum. Pika 78. Ka pasur në këtë kohë edhe shumë ushtarë që janë larguar, disa drejt Libanit dhe disa drejt Sirisë, duke kaluar nëpër korridore gjeografike natyrore ku nuk i shikonte njeri dhe pastaj mund të jenë larguar edhe nëpër vende të tjera. Pra, jo se çdo kush ka rezistuar deri në fund prej atyre që janë rekrutuar. Gradualisht ka pasur edhe një pjesë të cilët janë larguar duke menduar që nuk ja vlen dhe nuk ka për të pasur sukses. Ndërsa disa të tjera Allahu i ka forcuar dhe kanë vazhduar deri në fund. Kjo është normale domethënë në çdo betejë, në çdo luftë. Pika 79. Thot në fund ata që mbetën mbi majat e maleve ishin 300 veta. Të cilët thot unë një llogarisi 30.000, sepse zgjodhën të rezistonin ndonse nuk dukej asnjë fije shprese në horizont. Pra ata e kishin marrë në konsiderat që më e mundshme ishte që do të vdisnin duke luftuar në atë rrugë. Porse Allahu i dha mundësinë që dhe objektivat i arrinin dhe ndërkohë të vazhdonin të jetonin. Pika 80. Kur qëndron me njerëz të tillë, ti as nuk mendon për vdekjen, as për jetën e zakonshme. Pika 81. Thot duket sikur po jeton me burra nga xheneti. Pika 82. Pavarësisht gjendjes së rëndë materiale në të cilën ndodheshim, ndjenim një lumturi sa lumturia e gjithë njerëzve së bashku. Pika 83. Në këtë moment ju bashkova Xhebehetun Nusras, pra frontit të ndihmës. Ky ishte grupi të cilin e drejtonte ai që sot është presidenti i Sirisë, Ahmed Ash-Shara, i njohur ndryshe si Ebu Muhammed Xholani, Allahu e ruajt. Në këtë kohë domethënë quhej Xhebehetun Nusra. Pika 84. Zgjodha thot këtë grup sepse të gjithë ata që e kishin me seriozitet luftën në atë rajon i bashkoheshin atij grupi. Pra kishte nam të mirë. Pika 85. E pyet intervistuesi se si ka qenë puna e ngrënies në atë kohë. Pika 86. Përgjigjet se ka qenë gjëja më e vështirë. Pika 87. Thot kryesisht hanim brokoli dhe thjerrëza. Pika 88. Kur kishte ndonjë ushqim tjetër thot ndonjëherë, ndryshonte çehreja e gjithë ushtarëve nga gëzimi. Pra normalisht duke u mësuar me kushte minimale, edhe një përmirësim i vogël duket si një arritje e madhe. Pika 89. Kjo lloj gjendjeje ngelet thot një kundër argument ndaj nesh për gjithë jetën nëse nuk e falenderojmë Allahun për mirësitë në të cilën jemi. Dhe kjo ngelet kundër argument edhe për ne që po e themi dhe po i dëgjojmë këtë fjalim, që inshallah të bëhemi më mirënjohës. Pika 90. Edhe me ujin kemi pasur probleme, por ajo që ndjenim më së shumti ishte meia e Allahut. Pra të qenët e Allahut me ne. Kjo është prej cilësive të Allahut në lëndën e akides, që do të thotë që të kesh ndjesinë që Allahu të shoqëron. Kjo është diçka reale, por ka njerëz që nuk e kanë si ndjesi, domethënë harrojnë që Allahu është prezent me ta
nëpërmjet cilësive të tij, pra i shikon, i dëgjon, i ndihmon etj. Pika 91. Moti gjithashtu ndryshonte her pas here dhe nuk ishte e mundur të luftoje pa ndërprerë. Pra ka ditë me diell, ka ditë me re, ka ditë me shi, ka ditë me dbor, ka ditë me breshër, ka ditë me stuhi, ka ditë nga më të ndryshmet, ka ditë me vap, ka ditë me ftohtë. Dhe kuptohet që ushtari duhet të stërvitet dhe të rezistojë në të gjitha këto lloje të ndryshme të kushteve. Pika 92. Ishte raste që 3 ose 4 ditë rresht nuk gjenim asnjë ushqim dhe më pas na dërgonte Allahu i madhëruar nga një lepur në ditë, të cilin e thernim dhe hanim së bashku. Ka dhe mrekulli kur ndodhet njeriu në situata të vështira. Pika 93. Me vështirësitë që kalonim dhe me goditjen ndaj Hizbullahit, secili prej nesh thot e ndjente në vetvete që po kontribuonte për ta ngritur famën e kryengritjes siriane. Pika 94. Po ashtu na duhej vazhdimisht të azhurnoheshim sipas mundësive mbi taktikat e reja të luftimit dhe strategjitë që lidhen me gjeografinë. Pra nuk është se arrin ndonjëherë një pikë në të cilën thuash tani kam arritur majën dhe s'kam nevojë të mësoj më. Në çdo fushë ka gjithmonë diçka të re për të mësuar dhe hapa të reja për të hedhur përpara, dhe veçanërisht në kjo fushë. Pika 95. Kemi zhvilluar thot përplasje të konsiderueshme në pranverë të 2015-s dhe po ashtu në 2016-ën, sepse në atë kohë fillonin të liroheshin rrugët e kalimit nga moti. Rikthehemi edhe një herë në vazhdim të përkthimit dhe përmbledhjes së intervistës së Muhammed Sulejman Khatib, pas një shkëputje që na është dashur të bëjmë dhe po e rivazhdojmë videon atje ku e kemi lënë, ju kërkojmë falje shikuesve për pjesën e shkëputjes. Kemi ndaluar tek pika 96. Pika 96 thot: shikonim gjithmonë pemët e qershive për ta kuptuar se a kishte ardhur koha për të bërë ndonjë fushat të re ushtarake apo jo çdo vit. Më pas, pika 97 thot: ne e dinim që nuk mund ta mbanim dot nën kontroll një vend të caktuar, ndaj vetëm godisnim dhe lëviznim vazhdimisht me idenë që kjo gjë ta trulloste sa më shumë armikun. Pra kjo lloj taktike që përmendi në pikat e mësipërme është taktika e atyre të cilët janë fuqi e vogël, por rezistente. Dhe jo taktika atyre që janë fuqi e madhe, e mirë përgatitur, e mirë organizuar, me shumë rezerva etj. Pra mund të themi fuqi që punon në kushte të vështira. Pika 98. Edhe ushtria libaneze na ka goditur në disa raste, sepse ne qëndronim në kufijtë e territorit të tyre dhe ndoshta na shihnin si ndonjë rrezik i mundshëm. Këtu thot komandanti që bëhet fjalë për ushtrinë libaneze dhe jo për Hizbullahin, sepse këto janë dy gjëra të ndryshme, pavarësisht se të dyja palët janë veprojnë brenda territorit libanez. Mirë po Hizbullahi është një organizat e cila punon pothuajse në mënyrë 100% të pavarur nga shteti i Libanit, ndonse është brenda kufive të territorit të këtij shteti, dhe që lidhjet kryesisht të furnizimit, të trajnimit dhe të shumë gjërave të tjera që i duhen i ka nga Irani, ndërsa ushtria libaneze është ushtria zyrtare që ka vendi atje, që gjithashtu është e pavarur nga Hizbullahi. Ndonjëherë mund të kenë mosmarrveshje me njëra tjetrën dhe nuk kanë autoritet mbi njëra tjetrën. Por e vërteta është që Hizbullahi ka një përgatitje të një grade më të lartë, në aq sa kemi dëgjuar, në krahasim me ushtrinë zyrtare të shtetit të Libanit. Në këtë rast bëhet fjalë për ushtrinë e Libanit, e cila bazuar mbi dyshime, domethënë, ka goditur ushtarët sirian. Pika 99. Gjithsesi thot, kemi pasur për gjatë 2 viteve përballje të përditshme me kundërshtarët. Nuk ka moment qetësie në këtë lloj situate, por ka tensione të vazhdueshme. Pika 100. Më pas, rreth 2016-s na ushtua edhe një armik i ri, që është ISIS. Pra deri në këtë moment, sirianët luftonin kundër Asadit dhe Asadi kishte mbështetjen e Hizbullahit, kështu që luftonin edhe kundër Hizbullahit. Ka pasur gjithashtu mbështetjen e rusëve, kështu që luftonin edhe me rusët.
dhe në këtë moment shtohet edhe ISIS si një problem i ri më vete që nuk ishte i parashikuar. Pika 101. Përplasjet ndërmjet të gjitha palëve ishin të vazhdueshme dhe rrethanat ishin goxha të vështira. Pika 102. Vrulli i ISIS ishte edhe më i ashpër ndaj nesh se sa vetë Hizbullahi dhe kemi pasur shumë dëshmorë gjatë kësaj kohe, aq sa gjithsej vetëm 108 veta mbijetuan, për nga këta që strehoheshin në zonën e Kalemunit. Pika 103. Duhej gjatë gjithë kohës të kishe armën në dorë, edhe kur rrije, edhe kur flije, edhe kur ecje, edhe kur luftoje. Pra imagjinon domethënë në çfarë sprove të vështirë që janë gjendur vëllezërit tanë atje. Pika 104. S'kishte moment rehatlëku, ndonse shpirtërisht ndjenin qetësi. Pra qetësia e tyre buronte nga aspekti i besimit dhe i shpresës për shpërblim tek Allahu në ditën e gjykimit për veprimtarinë që po kryenin, si dhe nga ideja që mundej që të vinin ditë më të mira për sirin si rrjedhoj e veprimtarisë së tyre, porse në aspektin fizik të gjërave nuk ishte ndonjëherë rehati. Pika 105. Në një fazë të mëvonshme të luftës, ngelën vetëm 35 luftëtar aktiv, sepse të tjerët ose u vranë ose u plagosën. Tani plagoset mund të jenë të shumëllojshme, mund të jenë të tilla që njeriu mund të arrijë të vazhdojë luftimet edhe duke qenë i plagosur, por mund të jenë edhe të tilla që njeriu nuk mundet dot që t'i vazhdojë dhe është pothuajse sikur nga një aspekt është sikur të ishte eliminuar si forcë ushtarake, si person, por nga një aspekt tjetër mund të quhet edhe barr për pjesën tjetër të ushtrisë, po ashtu siç mund të ketë edhe dobi të caktuara. I kërkojmë ndjes publikut për faktin që nuk jemi ekspert të fushës ushtarake dhe kjo bën që ndonjëherë analizat tona të mos jenë ose opinionet, më saktë jo analizat, opinionet bazuar mbi këto që kemi dëgjuar të mos jenë shumë të thelluara, porse kjo gjithsesi ka për qëllim që thjesht të hapi horizontin dhe të shtojë një uri mbi realitetin dhe jo domosdoshmërisht çdo kush që dëgjon një video të bëhet ekspert. Pika 106. E pyet intervistuesi se cili ka qenë momenti më i frikshëm në gjithë këtë përvojë. Pika 107. Përgjigjet se ka pasur shumë dhe është vështirë të ndaj një. Pra frika ishte diçka e vazhdueshme, diçka normale për këtë lloj realiteti. Pika 108. Pastaj tregon për një rast ku kishin përballë vetes në njërin anë Hizbullahin dhe në anën tjetër ISIS, pra ndërmjet dy zjarreve. Pika 109. E konsideronin veten zëres e të vdekur, kur papritur Allahu na solli në zonën tonë 4 policë të Hizbullahit, të cilët i morën peng dhe i përdorën për të ushtruar presion për t'u arratisur vetë nga rrethimi, por edhe për të liruar pengjet që ata kishin arrestuar prej nesh. Pika 110. Edhe vetë ushtarët e Hizbullahit u çuditën me gjendjen tonë të lodhur dhe me numrin tonë të vogël në momentin e largimit. Pra situata ishte tmerrsisht e vështirë, por armiku nuk e dinte se sa e vështirë ishte situata për këtë rezistencë të vogël. Nëse do ta kishte ditur, kuptohet që do të ushtronte presion akoma më shumë derisa ta shuante fare këtë pak që kishte mbetur. Por kuptohet, pjesë e faktorëve psikologjik që ndikojnë në përballje është edhe mosnjohuria mbi lëvizjet e armikut, kapacitetet e tij etj. Më pas, pika 111. Kur hipëm në autobus dhe dolëm në autostradë për të kthyer në qytet të Rim, sepse kishin qenë larg qytetit të Rimit për vite me radhë nëpër male, na dukej sikur po jetonim një ëndër. Sepse ata kishin ndarë mendjen që s'kemi më shpëtim që këtu do ndrojmë jetë dhe do bijem dëshmor. Ndërkohë që Allahu i dha një mundësi që të shpëtonin. Dhe Allahu është ai i cili ka në dorë të gjitha shkaqet. Në rastin konkret, policët e Hizbullahit ishin ata që patrullonin zonën. Nuk është se kishin ardhur aty as për kuriozitet, as për shëtitje dhe as me qëllime të mira. Por rastisi me lejen e Allahut që ata u kapën peng dhe u përdorën si mjet për shkëmbim pengjesh, që është një dobi madhështore në vetvete, por edhe për arratisin e ushtarëve të gjallë, që është një dobi tjetër madhështore në vetvete. Pra dy dobi së bashku me një veprim të vetëm. Pika 112. S'kishim pasur asnjë kontakt të vetëm me familjarët gjatë gjithë asaj kohe. Dhe kjo është një prej kategorive të veçanta të vështirësisë që ekziston në situata të tilla. Pika 113.
Kishin dal lajme, madje nga vetë shërbimit informative që isha vrar, thot komandanti për veten e vet, dhe mund të them që kjo ka ndikuar pozitivisht për sigurinë e familjes. Pra kuptohet që kur një antar i familjes kryen një veprimtari të tillë, ndërkohë që pushteti në zonën ku jeton familja e ka armiku, atëherë kuptohet që nuk ka siguri për familjen, edhe nëse ka thjesht dyshime dhe jo prova për çfarëdo lloj lidhje midis tyre, kuptohet që kjo ndikon negativisht. Pika 114. Në sidomos me Enver Hoxhën e Sirisë, siç ka qenë Asadi. Në 2017 grupi i cilit ju bashkua ndroi emrin në Hay'atu Tahrir ash-Sham, pra organizata për çlirimin e Shamit, ose mund të quhet ndryshe Fronti për çlirimin e Shamit. Dhe kemi përmendur më herët, Shami përfshin 4 shtete sot aktualisht, përfshin Jordanin, Palestinën, Sirinë dhe Libanin. Pika 115. Për çlirimin e Damaskut, gjithashtu ishte formuar një grup të mbledhur nga cepa të ndryshëm të vendit që kishin luftuar më herët me emrin Jaysh ash-Sham, pra ushtria e Shamit. Ky ishte një nga problemet më të mëdha që kishin këto forcat e kryengritjes që nuk ishin të unifikuara. Pika 116. Ky grup ishte në varësi të HTS-s, pra të grupit që u përmend më sipër, por ka pasur detyrë specifike, domethënë operacionit për çlirimin e Damaskut si një pikë strategjike në territorin e Shamit. Pika 117. Ajo përbëhej nga ushtar me përvojë të ndryshme në luftime, në qytet, në mal, në shkretëtir e tjerë, sepse vetë territori sirian domethënë i ofron të gjitha këto peizazhe. Pika 118. Ne ndërkohë u pozicionuam në Haleb dhe kishim një forcë të përbërë nga 13 apo 14 grupe goditjeje. Pra vazhdonin përgatitjet për hapa të tjera në të ardhmen, tani që ishte hapur një derë e tillë. Pika 119. Ka pasur betejë të vazhdueshme. Pra pavarësisht se ikën nga malet, rreziku qëndronte konstant. Pika 120. Forma e luftimeve në veri ishte shumë e ndryshme në krahasim me atë në jug dhe veçanërisht në vendin ku ne qëndronim. Pika 121. Disa prej këtyre kanë qenë ndër më të vështirat për ne. Pika 122. Njëra prej tyre ka qenë në 2018-ën, pas së cilës ushtria e Shamit u përfshi në një grup tjetër luftarak, ndërsa ne po mendonim për themelimin e Asaib el-Hamra, pra brigadave të kuqe. Dhe e prezantuam në fillim të intervistës që komandanti ka qenë drejtues pikërisht i këtyre brigadave. Pika 123. Supozohej që ato të ngriheshin në nivel taktikash luftarake kundër armikut dhe të kryenin operacione ku merrej në konsiderat edhe vdekja. Pra operacione të një niveli më të lartë të rreziku në krahasim me ato që ishin kryer deri tani, dhe pse ne deri tani thamë që rreziku ishte i vazhdueshëm. Pika 124. Qëllimi ishte që të kryeshin operacione të panjohura për armikun, të arriheshin objektiva të rëndësishme, ndonse mund të shkaktohej vdekja e forcës pjesëmarrëse. Pra kjo tregon që niveli i gatishmërisë për sakrificë prezent tek këto lloj grupesh është një nivel elitar, pra një nga nivelet më të dalluara ndërmjet të gjitha grupeve të tjera luftarake, ndonse secila prej tyre ka kontribut edhe sevap inshallah. Pika 125. Kjo sipas shembullit të sahabiut Ebu Xhendel, i cili lidhi një shiri të kuq në kokë në luftë, duke simbolizuar gatishmërinë për vdekjen në rrugt të Allahut. Pra që ishte i gatshëm domethënë ta derte gjakun e tij dhe nuk e kursente. Pika 126. Të gjithë e kemi kërkuar dëshmorllëkun. Dhe kërkimi i dëshmorllëkut nuk nënkupton që të shkosh tek armiku dhe të thuash hajde më vrit, apo të vrasësh veten nëpërmjet çfarëdo lloj rrethane. Qëllimi i kërkimit të dëshmorllëkut është që ti je i gatshëm që të përpiqesh për të kryer operacione të cilat shpresohet që do të sjellin rezultate pozitive dhe arritje objektivash për ushtrinë, mirë po merret në konsiderat që përqindja e rrezikut është shumë e lartë dhe mund të biesh dëshmor. Kjo është për qëllim domethënë dhe nuk janë për qëllim gjëra të tjera të keq kuptueshme. Pika 127. Përgatitja për këtë lloj veprimtarie është shumë e vështirë në aspektin e marrjes së informacionit, planifikimit dhe realizimit. Të gjitha këto hapa që janë përmendur këtu janë thelbësore në çfarëdo lloj veprimtarie të kësaj natyre. Pika 128. Veprimtaria e parë që kemi zhvilluar me brigadat e kuqe
ka qenë kundër një baze ushtarake ruse, të cilën e shënjestruam 3 herë dhe e anulluam operacionin në moment të fundit. Pika 129, kur ndodhi përplasja, u vranë 12 vëllezër nga brigadat tona. Pika 130, nga çdo veprim përpiqeshim të nxirnim mësime për të ardhmen. Pra, ka raste që anullohet një operacion i cili është planifikuar në varësi të rrethanave. Pika 131. Betejë në 2019 me rusët konsiderohet si më e vështira dhe më e rëndësishme për nxjerrjen e dobive strategjike. Pika 132. Në kushtet që ishim, ishte e nevojshme të studionim vazhdimisht historinë e luftrave të rëndësishme në botë. Pra, ishte një lloj sikur këta njerëz edhe po shkolloheshin njëkohësisht dhe jo vetëm po luftonin në terrene të vështira. Pika 133. Kjo thot më ka marrë goxha kohë dhe kam studiuar luftrat botërore, pra të parën dhe të dytën, luftën e Irakut, pra pushtimin amerikan të Irakut, luftën Irak-Iran, që i ka paraprirë pushtimit Irakut nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, luftën e Afganistanit, sërish është një pushtim amerikan, luftën e Çeçenisë e tjerë. Pra në pothuajse të gjitha këto raste që u përmendën, ku ka pas lidhje një pushtim, gjithmonë ka pasur se çfarë elementesh të nxirren si dobi për të përdorur në kontekst të ngjashëm siç ishte rasti i Sirisë. Pra një luftë për çlirim nga një lloj pushtuesi, ndonse pushtues me të njëjtën gjuhë dhe me pamje të njëjtë. Pika 134. Jemi thelluar tek aspekti i vëzhgimit, i goditjes në thellësi, ndërprerjes së rrugëve të furnizimit e tjerë. Pra nuk është se thjesht do shkosh edhe do luftosh rrëmuj kur bëhesh pjesë e ushtrisë, por do të studiosh terrenin, do të bësh një seri procesesh që janë në funksion të asaj që do të realizohet në fund fare përgjatë përballjes. Madje mundet që përgatitet jenë me javë, me muaj, ndoshta edhe me vite, ndërkohë që betejë mund të jetë shumë e shkurtër, mund të jetë një ditë apo një pjesëdite. Pika 135. Po ashtu, lufta gjatë natës ishte diçka e re për ne. Pika 136. Nga të gjithë kundërshtarët që kemi pasur, rusët kanë qenë më të përgatiturit. Dhe këta kanë pasur shumë lloje kundërshtarësh, për këtë arsye dinë t'i vlerësojnë mirë, domethënë kapacitetet e gjithë secilit. Pika 137. Aty e kuptuam rëndësinë e prodhimit vet të mjeteve të luftës. Pra kjo është një çështje thelbësore, po në këtë moment i kuptohet rëndësia më shumë, ndonse ajo dihet vetvetiu që është shumë e rëndësishme. Pika 138. Madje është e rëndësishme edhe në fusha të tjera, po tek fusha e luftës akoma më shumë. Më pas kuptuam rëndësinë e pasjes së lidhjes së fortë me popullin, i cili në vetvete është burimi i forcës sepse prodhon luftëtarët e tjerë. Po ashtu populli prodhon informacion, po ashtu populli prodhon furnizim, pra prodhon një seri gjërash që janë të dobishme për ushtrinë. Kështu që ky ka qenë një element vendimtar në suksesin e këtyre lëvizjeve. Pika 139. Më pas kuptuam rëndësinë e përgatitjes ushtarake të specializuar në një drejtim të caktuar, qoftë në bërjen e strategjive, qoftë në operacione konkrete. Pika 140. Më pas kuptuam rëndësinë e mbrojtjes së pozicioneve tona dhe e kaluam gradualisht çdo gjë poshtë toke, duke përfshirë prodhimin e armatimit, magazinat, bazat e qëndrimit e tjerë. Apo flasim që në këtë moment ka kaluar niveli i përgatitjes së kësaj ushtrie, ka kaluar në një nivel më të lartë akoma nga ai që ishte në fillim, madje goxha më të lartë, pa dukshëm më të admirueshëm. Pika 141. Kjo kërkoi një punë shumë intensive inxhinierike dhe punëtore për realizim dhe koha nuk që e mjaftueshme për të bërë në mënyrën më të mirë. Pra, rezultati i sprovave është ajo çfarë ti di të bësh më të mirën me gjërat që ke në dispozicion, ndërkohë që po ti jesh në kushte të ndryshme, ndoshta mund të bësh akoma më shumë. Pika 142. Më pas kuptuam rëndësinë e pasjes së një vendimarrjeje të përbashkët për gjithë grupet luftëtare së bashku. Pika 143. Pra kjo çështja e organizimit vlen gjithashtu në çdo fushë. Në këtë kohë jemi përqendruar shumë te lufta natën dhe kemi blerë shumë armë në tregun e zi për përdorim natën. Pika 144.
E pyet intervistuesi se a ka qenë ndonjë shtet që ka pasur ndonjë rol të veçantë në këtë. Pika 145 përgjigjet se nuk ka pasur ndihma shtetërore, përveç se në fazat e para të kryengritjes, madje dhe ato kanë qenë të programuara jo për të pasur sukses, por për t'i shpërndarë përpjekjet e ushtrisë nëpër grupe të vogla. Pra kanë kryer më shumë funksion përçarës sesa funksion organizativ. Pika 146. Ka qenë vullneti dhe qëndrueshmëria e popullit ajo që ka bërë diferencën dhe ka dhënë rezultatet përfundimtare në Ma'rakatur Ridwan, pra në betejën e kënaqësisë. Këtë e quajnë, kjo është emërtimi i betejës së fundit që kanë zhvilluar, domethënë në të cilën është çliruar vendi. Pika 147. Gjithashtu kemi përdorur edhe dronët duke i prodhuar vetë me inxhinierë sirian që përpara luftës së Ukrainës. Pra, ata kanë pasur këtë elementin e njohjes së rëndësisë së luftës me dron, përpara se kjo të bëhej shumë popullore dhe shumë e famshme nëpër botë që u bë zakonisht në luftën e Ukrainës. Pika 148. Por se atëhere e kishim si program dhe i kemi aplikuar vetëm pak, ndërsa më vonë duke parë ecurinë e luftës atje, pra në Ukrainë, filluam t'i aplikonim shumë dhe kjo dha fryte. Pra kanë qenë gjithmonë modest mjaftueshëm për të përfituar nga përvojat e të tjerëve. Pika 149. Thot intervistuesi se në një moment kryengritja siriane u ndal, ndonse vazhduan përgatitjet në formë të fshehtë për betejat vendimtare. Pika 150. Në atë kohë njerëzit e humbën shpresën nga kjo kryengritje, derisa pas 4 vjetësh ajo ndodhi dhe dha fryte. Kur e fillua të thot planifikimin e kësaj beteje. Pika 151. Përgjigjet se përgatitjet kanë qenë të vazhdueshme në të gjitha nivelet, por ajo që e favorizoi pozitën ishte fillimi i luftës në Ukrainë dhe komandantët po prisnin se kur do t'u vinte mundësia më e mirë për të vepruar. Pika 152. Asistenca ruse në nivel ushtarak, strategjik dhe politik ishte mbështetja kryesore e regjimit genocidial deri në kohën kur filloi lufta në Ukrainë, pra ishte ajo që e bënte diferencën. Pika 153. Ne e kemi konsideruar gjithmonë atë si një luftë midis Rusisë dhe Europës dhe Amerikës, pra jo thjesht midis Rusisë dhe Ukrainës, dhe kjo ka dobësuar shumë prezencën ruse në territorin sirian, sepse kanë qenë të angazhuar në një front shumë më të rëndësishëm. Më pas pika 154, deri vonë nuk ka qenë marrë vendimi për fillimin e betejës, por se mendimet rreth mundësive të zhvillimit të saj kanë qenë të shumta. Pika 155, pastaj filloi tufani Aksa dhe ai pati një ndikim edhe më të madh mbi zhvillimet në Siri. Pra, gjërat që ndodhin në nivel ndërkombëtar ndikojnë edhe në nivel rajonal dhe vendor. Pika 156. Kjo në atë kohë hyri në luftë Hizbullahi kundër Izraelit dhe Izraeli goditi disa prej udhëheqësve të lëvizjes, siç ishte Hassan Nasrallah. Pra për faktin që Hizbullahi hyri në luftë me Izraelin e mbështesim, i japim notën 10 në këtë aspekt, pavarësisht se kishte mundësi të bënte akoma më shumë për mendimin tim personal, por se në aspektin e sirianëve do të thotë që një armik po angazhohej me një armik tjetër. Domethënë ky ka qenë skenari për ta. Pika 157. Kjo e dobësoi prezencën e Hizbullahit në ndihmë të regjimit genocidial. Pra, forca e regjimit dhe mbështetja ndaj tij erdhi duke u zvogëluar. Pika 158. Vrasja e tij në veçanti mund të themi që për ne që fillimi i vendimit për realizimin e operacionit ushtarak. Pika 159. Intervistuesi thotë që disa njerëz pretendojnë se rrëzoi Izraeli regjimin e Asad për shkak të kësaj veprimtarie. Pika 160. Përgjigjet se kjo ka të bëjë me shfrytëzimin e rrethanave në terren. Dhe kuptohet që rrethanat duhen shfrytëzuar kur bëhet fjalë për mirë. Pika 161. Duhet të jesh i përgatitur për të shfrytëzuar situatat ndërmjet armiqve të ndryshëm. Pika 162. Atëherë bëm një riorganizim të grupeve ushtarake, sepse armiku kishte një farë informacioni mbi organizimin e vjetër, në mënyrë që t'u shërbente më së miri taktikave të reja. Pika 163.
personalisht kam qenë pjesë e grupit që ka organizuar betejën me gjithë hollësitë e saj që prej fillimit. Pra kemi të bëjmë me një person të një kalibri të jashtëzakonshëm. Pika 164. Dita në të cilën do të zhvillojë betejë ishte e përcaktuar paraprakisht, ndonse ndodh që veprimtari të tilla edhe të shtyhen me javë sipas rastit. Pika 165. Intervistuesi thotë që dukej një dallim thelbësor midis betejës së fundit dhe atyre të mëparshmeve, sepse te kjo dukej sikur ishte një ushtri e mirë organizuar dhe jo thjesht grupe që luftonin kundër regjimit sirian. Pika 166. Komandanti thotë se vëllezërit që realizuan veprimtarinë në terren kanë një merit shumë të madhe për këtë, por se mbi të gjitha ishte sukses prej Allahut. Pika 167. E pyet intervistuesi se cili ka qenë faktori që ka shkaktuar më shumë vështirësi. Pika 168. Përgjigjet se kanë qenë goditjet nga ajri, por se taktikat që u përdorën në betejën e fundit kanë qenë në vetvete shumë të rrezikshme. Pra të rrezikshme taktikat që kanë vepruar vetë ushtarët për çlirimin e vendit, ndërsa për goditjet nga ajri nën kupton goditjet nga aviacioni rus. Dhe këtu ka rëndësi të themi që sirianët, pra rezistenca nuk ka pasur një përgatitje ajrore apo kundërajrore. Pra nuk kanë pasur as avion në dispozicion, as raketa, as sisteme mbrojtje etj, kështu që ishin të prekshëm dhe të dëmtueshëm nga bombardimet që vinin nga ajri. Pika 169. Kjo sepse objektivi ishte çarja e vijës së parë të frontit mbrojtës të armikut, më pas menjëherë depërtonte një forcë jona në thellësi, duke u ndjekur nga të tjerat dhe nuk qëndronte që të merrte kontrollin e vijës. Pra kanë qenë operacione realisht të rrezikshme, por që jepnin një goditje psikologjike të jashtëzakonshme tek armiku. Dhe shpejtësia me të cilën realizoheshin ishte gjithashtu e jashtëzakonshme. Pika 170. Vazhdonte ky rresht rrugën derisa të arrinte në bazën e drejtorisë së mbrojtjes, që ishte zemra e grupit armik, dhe kështu pati sukses duke u mbledhur një seri sebepesh. Pika 171. E pyet intervistuesi se cili ka qenë objektivi më i madh që mendohej se mund të arrihej me këtë veprimtari. Pika 172. Përgjigjet që udhëheqësit ushtarak nuk e mendonin dot se do të mund të arrinin në Damask me këtë shpejtësi. Pra ishte përtej pritshmërive. Pika 173. Pika kryesore e përqendrimit ishte Halebi. Pika 174. Kur arritëm në Hama, rrethanat diktuan nevojën për përparim të mëtejshëm dhe për të marrë në konsiderat Damaskun. Pra, ndonjëherë gjërat mund të përshpejtohen ose të ngadalësohen ose të ndalohen ose të ndodhin ndryshime rrugës në varësi të rrethanave. Dhe rrethanat janë për të marrë në konsiderat gjithmonë, edhe para fillimit, po dhe pas fillimit të betejës. Pika 175. Arritëm te burgu e Hamas dhe filloi lirimi të burgosëve politik nga regjimi. Këtu duhet themi që bota ka parë në lirimin e këtyre të burgosëve, ka parë të merre, mund t'i quajmë, ose ka parë horror. Një horror që nuk e imagjinonte dot që mund të ishte prezent në kohët tona bashkëkohore që po flasim. Mirë po, e kemi parë që këto gjëra kanë qenë reale dhe këto tregojnë akoma dhe më shumë, madje më qartësisht se çdo gjë, rëndësinë e çlirimit të vendit nga regjimi genocidial i mëparshëm. Më pas, pika 176, e pyet intervistuesi se sa ishte numri i ushtarëve pjesëmarrës. Pika 177, përgjigjet se nuk e ka statistikën e saktë, por mendon se ka qenë midis 8.000 dhe 10.000. Pika 178, menjëherë mbasi morëm Haman, ju drejtuam Himsit. Pra vazhdon komandanti. Pika 179. Në këtë moment shpërtheu entuziazmi i popullit, sidomos civilët, dhe u ndërpre goditja ajrore nga ana e rusëve, e cila deri në atë moment kishte qenë e vazhdueshme. Ndoshta bën vaki që rusët me llogaritet e veta në atë moment të kenë kuptuar që s'ia vlen më që ta vazhdojnë veprimtarinë dhe për këtë arsye mund të kenë marrë udhëzime për ta ndërprerë. Pra nuk ka pasur më shpresa që të mund të shpëtonte regjimi, ndonse u përpoqen, siç thuhet, të shpëtojnë të paktën Asadin.
Pika 180. E pyet intervistuesi se si u ndje kur hyri në Hims. Pika 181. Përgjigjet që se përshkruan dot, vetëm sejdë dhe qarje të shumta. Pra një gëzim i jashtëzakonshëm. Pika 182. Menjëherë thot kontaktova maman dhe nga ai moment kuptova që regjimi kishte rënë. Nëse regjimi akoma s'kishte rënë, por ishte gati të binte. Pika 183. 14 vjet pa shkelur në tokën tënde dhe unë tënd dhe pa folur me familjen tënde. Pra testimi i jashtëzakonshëm. Por me testimet e jashtëzakonshme vijnë edhe sevapet e jashtëzakonshme, për këtë arsye domethënë i vlerësojmë këto figura. Pika 184. Kur hym në Hims, qëndruam një copë herë në vend për të marrë veten, për të kuptuar nëse ishim në ëndër apo në realitet. Pra këto shprehi e tregojnë më qartë sa s'ka ku të vejë domethënë situatën shpirtërore të luftëtarëve sirianë. Pika 185. Nga ai moment filloi populli nëpërmjet kontakteve të drejtpërdrejta telefonike të ofronte ndihmë me informacione sikur të ishin vetë pjesë e ushtrisë. Pra vini re se sa shumë ka dashur populli sirian që të shpëtonte nga ajo e keqe që e kishte kapluar. Pika 186. Ndërkohë 12 milion sirian atëherë ishin shpërndar në emigrim nga dhuna e regjimit. Pika 187. Tani për të krijuar një ide të kësaj, të supozojmë sikur Shqipëria është 2 apo 3 milion, i bie diku te 4, 5 apo 6 herë sa Shqipëria. Ikin gjithë njerëzit. Pika 187. Gjaku i çdo dëshmori në këtë moment dha fryte dhe nuk shkoi kot. Edhe sikur të mos kishte ardhur ky moment prap fryte ka, por se ky ishte një fryt i jashtëzakonshëm. Pika 188. Ka qenë një moment vërtet historik. Pika 189. Thot në Damask, mbaj mend që kemi hyrë në kohën e drekës, ndërkohë ka pasur ende prezencë ushtarake armike. Mirë, por rezistenca që ka bërë ushtria Asadit në këtë rast ka qenë e papërfillshme dhe shumë e vogël. Çdo kush mendonte se si të shpëtonte veten. Pika 190. E pyet intervistuesi se si ndihet tani që është drejtues në ushtrinë e shtetit sirian. Pika 191. Përgjigjet që tani përgjegjësia është edhe më e madhe sepse duhet të mbrosh gjithë shtetin. Pra ata me të vërtetë që kanë pasur përgjegjësi deri në atë moment, por përgjegjësia e mbas luftës është edhe më e madhe se sa përgjegjësia e gjatë luftës, sepse ka më shumë gjëra për të mbuluar me përgjegjësi. Jo se është më e rëndësishme, të rëndësishme mund të jenë edhe të dyja një lloj. Pika 192. Populli sirian është një popull shumë zhvillimdashës. Edhe unë kështu i konsideroj me aq sa njoh. Pika 193. Ndërkohë rrethanat botërore kanë ndryshuar. Edhe për këtë gjithashtu biem dakord dhe përpiqemi ta vëzhgojmë atë çfarë ndodh nëpër botë dhe mendoj që realisht po ndryshojnë dhe vende po ndryshojnë për mirë. Pika 194. Pozita gjeografike siriane është midis lëvizjeve të shumta në shumë aspekte. Kjo jep Sirisë një rëndësi të jashtëzakonshme domethënë në kohën tonë. Mund të themi që bota ka pas humbur Sirinë në kohën e Asadit dhe ka rigjetur Sirinë tani më mbrapa. Pika 195. Duhet të jetë ushtria gjithmonë e organizuar, e përgatitur dhe e fortë për të përballuar kërcënime të mundshme të ardhshme, sidomos nga komshitë e Sirisë. Dhe nuk e vënë në dyshim as unë dhe askush që njeh sadopak situatën rajonale që këtu nuk kuptohet Izraeli, sepse Izraeli është rreziku më i madh për gjithë rajonin, madje për botën. Dhe kuptohet që dhe pse nuk është përmendur drejt për drejt, mirë po ajo është për qëllim. Dhe ne me këtë rast e lutim Allahun që t'i japi sukses sirianëve që ta mbrojnë territorin e tyre nga ky armik i rrezikshëm dhe madje të bëhen sebeb që të sigurojnë edhe vendet e tjera nga ky lloj rreziku. Pika 196. Intervistuesi vë në dukje që dikur termi ushtria siriane shkaktonte frikë dhe ankth te popullsia, sepse ishte ushtria e regjimit, ndërsa tani shkakton qetësi dhe siguri dhe pyet nëse ka arritur ushtria e tanishme gradën e të qenët një trup i vetëm i mirë organizuar dhe ka mbaruar plotësisht faza e brigadave të vogla. Pra tani jep qetësi dhe siguri sepse i përket popullit. Pika 197. Përgjigjet se po, por përparimi duhet të jetë i vazhdueshëm.
pika 198, e mbyll emisionin duke thënë se ushtria arabe siriane sot është një ushtri vullnetare, jo e detyrueshme, është një djep edukimi dhe kjo thjesht një vend dhe jo thjesht një vend për stërvitje, dhe ecën me objektiv për të bërë gjithnjë e më e fuqishme duke qëndruar me popullin më afër se kurrë. Të gjitha këto janë fjalë shumë të lavdërueshme dhe lutim Allahun që këto të bëhen realitet. Ndërkaq dëshiroj nga ana ime të bëj një koment të çështjeve të Sirisë përpara se ta mbyllim videon e sotshme. Koha kur ka filluar trazirat në Siri ka qenë koha përpara se unë të pranoja Islamin. Bëhet fjalë, domethënë, rreth 2012-s. Më pas gradualisht trazirat në Siri filluan të shtoheshin dhe ka qenë shumë e vështirë që të informohesh se çfarë po ndodh realisht në atë territor atje. Se kush po lufton, si po lufton, kush është i miri, kush është i keqi, apo përmirësohen gjërat, apo përkeqësohen etj. Historikisht që përpara Islamit kemi qenë në mbështetje të dobtëve, të cilëve u bëhet padrejtësi nga ana e të fortëve. Dhe rrjedhimisht kemi përfytyruar që populli sirian po bën një kryengritje, sepse i është bërë një padrejtësi e madhe, e vazhdueshme, dhe rrjedhimisht dëshirojmë që të largohet kjo padrejtësi dhe të fitojë populli. Pastaj më pas kemi pas vështirësi për ta kuptuar se sa shumë grupe të ndryshme ishin formuar dhe po përballeshin me njëra tjetrën në Siri. Dhe kjo bënte që të ndryshonim këndvështrim mbi ngjarjet her pas here. Pra një gjë që na dukej sikur shpjegoi në një mënyrë të caktuar, mbas një farë kohe të dukej sikur shpjegoi në një mënyrë tjetër. Ndërkohë që mund të them që panoramën e plot të situatës në Siri mendoj që e kam arritur ta plotësoj vetëm gjatë tufanit Aksa. Tufani Aksa ka pas një rëndësi të jashtëzakonshme për botën, por një rëndësi të jashtëzakonshme edhe për shumë njerëz individualisht. Në rastin tim mendoj që në kohën e tufanit Aksa kam arritur të kuptoj thelbin e gjërave se si kanë ndodhur në Siri. Dhe më konkretisht, mendoj që situata ka qenë e tillë që Siria ka pasur lidhjet me Rusinë. Dhe Rusia domethënë ka qenë aleati kryesor që e mbante në fuqi regjimin. Ndërkohë populli ka pasur pakënaqësi të shumta dhe krahu perëndimor me Amerikën në krye ka qenë e interesuar që ta shfrytëzojë këtë pakënaqësi dhe ta propagandojë gjithmonë më shumë dhe të shkaktojë trazira derisa të rrëzohet regjimi, me qëllim që ta zëvendësojë me një regjim tjetër që asaj, pra perëndimit i përshtatet, por të paktën të dëmtohet Rusia nëpërmjet kësaj. Rusia ndër të tjera ka pasur në atë kohë bazën e saj të vetme detare ushtarake në Mesdhe, nëse zgabojmë në Latakia. Dhe nuk ka pas dalë Rusia në Mesdhe nëpërmjet ndonjë baze tjetër përveç kësaj të Sirisë, kështu që kjo ishte e një rëndësie strategjike. Nga ana tjetër unë mendoj që rusët nuk është se e pëlqenin shumë Asadin, por thjesht kishin nevojë për të mbrojtur interesat e tyre në atë vend dhe mendonin se ai mund t'i mbronte interesat e tyre duke qëndruar në atë pozitë që ishte. Këtë po e them bazuar mbi analizat që paraqet profesor Aleksandr Dugin. Nga ana tjetër, edhe Turqia mendoj që ka qenë interesuar për të rrëzuar regjimin dhe po ashtu edhe vendet arabe. Por secila palë prej këtyre që dëshironte ta rrëzonte ka pasur pak a shumë një projekt të vetin për atë se çfarë duhet të bëhej më pas. Ku secili prej këtyre projekteve përputhej deri në një farë përqindje me atë që dëshironte populli. Dhe dikush për shembull përputhej më shumë, dikush përputhej më pak. Në momentin që ka filluar lufta dhe çdo gjë domethënë ka vajtur drejt përballjes së madhe të drejt për drejt, pra përtej protestave paqësore dhe pastaj përtej demonstratave të dhunshme, në këtë moment ka ndodhur një dukuri që e ka bërë që të humbasi ideja se mund të realizohen projektet e këtyre vendeve muslimane, veçanërisht e Turqisë për mendimin tim. Dhe kjo ka qenë aktivizimi i ISIS dhe aktivizimi i kurdëve. Në fillim është aktivizuar ISIS, pra i ashtu quajturi Islamic State of Iraq and Sham, pra shteti islamik i Irakut dhe i Shamit, i cili në dijenin time ka qenë i përbërë nga ushtarë shumë të çiltër dhe shumë të sinqert, por thellësisht të pa informuar mbi realitetin që ka qenë duke ndodhur në atë territor dhe projektet e errëta që zhvilloheshin në Prapasken,
dhe i udhëhequr nga figura hipokrite, munafike, siç e quajmë ne në terminologjinë fetare. Pra, mendoj që udhëheqësit e kësaj lëvizje kanë qenë keqdashës ndaj Islamit dhe kanë përdorur për keq gjithë këtë dëshirë të këtyre njerëzve që kanë vajtur nga anë të ndryshme të botës për të kontribuar që Siria të çlirohej, dhe në këtë mënyrë është shfrytzuar dëshira e tyre e mirë, por mungesa e tyre e njohurive, sidomos duke mos ditur dhe gjuhën, duke pas vështirësi për të informuar mbi realitetin e vendit, është shfrytëzuar për të arritur objektiva të errëta. Dhe ndarja e Sirisë në pjesë, në copa të vogla, ka qenë projekt i sionistëve. Me pak fjalë i sionistëve në politikën amerikane dhe i izraelitëve gjithashtu. Me aq sa kemi dëgjuar nga analistë të ndryshëm, planifikohej që Siria të ndahej në 3 pjesë, ku një pjesë do ta merrte, 1/3 do ta merrte Izraeli, 1/3 do ta merrte ISIS dhe 1/3 do ta merrnin kurdët. Po ashtu edhe Iraku do të ndahej në 3 pjesë, ku 1/3 do ta merrnin gjithashtu kurdët, 1/3 do ta merrte ISIS dhe 1/3 do ta merrte Irani. Po ashtu ka qenë projekt për ndarë dhe Turqi në 3 pjesë, ku 1/3 do të antarësohej në BE, pjesa perëndimore me kryeqytet Stambollin, 1/3 do të ishte ajo pjesa më tradicionale e Anadollit me kryeqytet Ankaran, dhe 1/3 do të ishte cepi i poshtëm jug lindor i saj, që do t'i bashkojë shtetit të kurdëve, pra Kurdistanit. Në këtë mënyrë do të fuqizohej një aleat i ri për Izraelin në rajon, pra Kurdistani, i cili do t'i shërbente politikave sioniste në rajon dhe do t'i krijonte probleme vendeve përreth, ndërsa ISIS pak a shumë do të ishte si plumë qorr, që godet do të thënë në çfarë lloj drejtimi, edhe pse nuk e di se pse godet dhe ç'a godet. Dhe faktikisht, po të shikosh çdo lloj materiali që qarkullon në lidhje me këtë grup, do të kuptosh që ka qenë në nivelin e ushtrisë ka qenë lëvizje emocionale, ndërsa në nivelin e komandimit ka qenë lëvizje djallëzore. Po në fundit një person që vjen për shembull nga Europa apo nga Amerika apo nga ndonjë cep tjetër i botës dhe flet një gjuhë që nuk është gjuhë arabe dhe nuk e di arabishten. Që ndoshta mund të jetë edhe fillestar në fe apo mund të jetë i vjetër, por nuk ka shumë njohuri, ose ka njohuri nga feja, po se di se çfarë bëhet në vend. Si mund ta kuptojë ai se kur po i jep një urdhër të mirë apo kur po i jep një urdhër të keq një komandant që është me mjekër dhe shumë mirë që është me mjekër, porse që në zemër fshet diçka të keqe. Nuk ka se si ta kuptoj, përveç se nëse arrin ta shikoj nga jashtë gjithë panoramën. Pra i thot thjesht do godasim armikun, armiku ndodhet filan vend, do shkosh të bësh filan operacion dhe kaq. Ndërkohë ti se di se kë po vret dhe kush po të vret. E tillë ka qenë fitneja e asaj kohe. E falenderojmë Allahun që na ka ruajtur prej saj dhe e lutim Allahun që t'i ruajmë muslimanët vazhdimisht nga sprovat e kësaj natyre. Ndërkaq vazhdimi i historisë është që kurdët u krijuan me pretekstin që do të luftojnë ISIS-in, por ndërkohë secili prej tyre ka mbajtur deri në një farkojë një territor të caktuar. Dhe ne thamë që të gjitha këto binin ndesh dhe kanë luftuar kundër atyre që nisën kryengritjen fillim fare. Atyre që ishin thelbi që përfaqësonin popullin. Pra, ajo që njihej atëherë si opozita siriane. Dhe vazhdimi i historisë është që mbasi u trazua situata kaq shumë, nuk kishte më kuptim që çdo kush të luftonte me çdo kënd. Për këtë arsye mendoj që Turqia ka ndikuar tek tërheqja e forcave siriane në Haleb dhe përgatitja e tyre me mënyra të ndryshme përgatitje, pra ndihma e tyre për të përgatitur për një moment të dytë që do të ishte më i favorshëm për të rikthyer në sulm, dhe thjesht ka qëndruar në pozicion mbrojtje sa për të mbajtur në kontroll atë territor që i ngelej për të mbajtur. Pra, si të thuash, është tërhequr nga trazirat në mënyrë që të kthjellojë pak mjegulla. Dhe në kohën e ardhjes, në kohën e presidencës së parë të Trump, që ai mburri domethënë me mbylljen e luftrave në atë kohë, dhe pse te presidenca e dytë ka hapur ca lufta të reja, megjithatë akoma nuk e dim qartësisht pozicionin e tij. Në atë kohë ka arritur që ta ngrijë, ta ndalojë në vend domethënë konfliktin në Siri. Dhe konkretisht çdo njëra prej atyre palëve ka mbajtur territorin e vet, Asadi të vetin, kurdët të vetin, ISIS të vetin dhe në veri në Haleb opozita siriane të vetin. Pra në këtë mënyrë askush nuk ka përparuar me përparim të dukshëm ndaj tjetrit, por të gjithë kanë mbajtur atë që kishin arritur deri në atë moment. Pra as regjimi nuk ishte ndruar
dhe as nuk ishte përmirësuar situata tamam, po as nuk po përkeqësoi më shumë. Dhe kjo është realizuar edhe pak nëpërmjet ndërhyrjes së përbashkët që kanë bërë turqit, rusët dhe iranianët kundër shtetit të ISIS, që ka shërbyer domethënë për ta ndaluar atë vrrullin e tyre që përballuan shumë në fillim me gjithë ato financime dhe armatime që patën nga ana e vendeve perëndimore, duke përmendur Francën në veçantë, sipas asaj që kemi dëgjuar nga analistët. Ndërkaq kanë vazhduar ngjarjet njëra mbas tjetrës zinxhir. Ka nisur lufta e Ukrainës, që për mendimin tim ka qenë e programuar domethënë për të dobësuar sionizmin. Gjithashtu ka nisur lufta e Palestinës në koordinim me këtë të parën, por një kohë të shkurtër më vonë gjithashtu për të dobësuar sionizmin. Gjithashtu ka pasur fërkime me Iranin, fërkime me Libanin, gjithashtu për të njëjtin qëllim, ndërsa në momentin e duhur kur edhe rusët ishin të angazhuar dhe Hizbullahi ishte i angazhuar dhe ISIS ishte dobësuar, kur do të shikonin punën e tyre në atë cep që kontrollonin, në atë moment forcat siriane të mbështetura ushtarakisht nga Turqia, ku në çdo territor që shkonin vendosin edhe flamurin sirian dhe flamurin turk në videot e para që kanë dalë në atë kohë, kanë bërë atë ofensivën e madhe që përmendet në këtë moment dhe është arritur domethënë të marrë situata një drejtim. Dhe në këtë moment është marrë ajo pjesë e territorit sirian që kontrollohej nga Assad. Ndërsa pjesa në jug nuk është shpëtuar dot, lartësitë Golan konkretisht, nga ka origjinën dhe udhëheqësi i kësaj lëvizje që ka realizuar çlirimin, pra El Xhulani që njihet ndryshe. Pjesa në jug nuk është marrë dot akoma sepse nuk janë akoma kushtet e mjaftueshme për ta realizuar, por jam i mendimit që kjo do të ndodhi së shpejti dhe që do të jetë sebepi i sherrit ndërmjet Sirisë dhe Izraelit në të ardhmen. Dhe më pas është vazhduar me pastrimin e vendit nga mbetjet e ISIS dhe me dobësimin e vazhdueshëm të kurdëve në një koordinim ndërmjet qeverisë së tanishme siriane dhe qeverisë turke. Pra të dyja së bashku kanë punuar për ta çmontuar edhe Kurdistanin. Pra gradualisht Siria po vjen drejt bashkimit dhe po bashkohet në një qeveri që përfaqëson më së miri vullnetin popullor. Dhe kjo është një lajm i mirë për muslimanët dhe kjo, për mendimin tim, është humbja më e madhe strategjike që i ka ndodhur Izraelit dhe sionistëve në rajonin e lindjes së mesme gjatë gjithë tufanit Aksa. Pra, tufani Aksa ka sjellë shumë të mira. Gjëja më e mirë që unë mendoj se ka sjellë në aspektin ushtarak dhe politik në lindjen e mesme është pikërisht çlirimi i Sirisë. Kuptohet që janë mbledhur shumë faktorë dhe siç e pam, ka shumë interesa që janë përplasur në Siri. Ka pasur Irani interesat e veta, Amerika të vetat, Rusia të vetat, Turqia të vetat, Arabia të vetat, pra çdo kush me interesat e veta. Mirë, po në fund ka mbizotruar vullneti i popullit sirian, i cili është më afër interesave turke me atë çfarë unë shoh me analizën time. Dikush tjetër mund të thojë që se kemi dëgjuar lloj akuzash, dikush thotë që ky Xholani është agjenti amerikanëve, dikush thotë diçka tjetër, porse unë jam i mendimit që nuk është Amerika kryesorja e cila ka ndikuar tek fitoria e kryengritjes siriane, por është populli sirian i pari dhe e dyta është Turqia. Allahu e di më së miri, këto janë analiza, mund të dalin edhe të gabuara, nuk pretendojmë që analizat që ne bëjmë të jenë të pakundërshtueshme, porse kjo është ajo që na duket si më e sakta për momentin. Ndërkaq, mendoj që gjithashtu Rusia është marrëvesh me Turqinë për çështjen e ndryshimit të menaxhimit të Sirisë dhe mendoj që mënyra se si mund të jenë marrëvesh është që Rusia të arrijë të depërtojë më shumë akoma edhe në Afrikë tashmë, në Mesdhe dhe në Afrikë, në pjesën e Libisë që kontrollon, por që ka marrëdhënie të mira, domethënë diplomatike Turqia, pjesën perëndimore të saj. Po ashtu Rusia do t'i mbajë ato baza që ka pasur, nuk është se do t'i humbasi, në aq sa kemi dëgjuar se mbas edhe ndodhin marrëveshje të reja me kalimin e kohës. Dhe marrëveshjet që ka pasur me qeverinë e vjetër siriane mund t'i ruaj akoma dhe me qeverinë e re siriane, nuk është se janë në fazë armiqësie me njëra tjetrën. Për këtë arsye unë mendoj që Rusia e ka testuar Iranin gjatë luftës
me Izraelin. Pra që është mjaftueshëm serioz Irani, pra ai ka seriozisht mjaftueshëm në ato kërcënimet që thotë që do ta djegim Izraelin, do ta zhdukim nga harta etj. Apo është në mëdyshje që ndoshta kërkon dhe të përmirësojë marrëdhëniet dhe të afrohet me Perëndimin. Në këtë aspekt, në ato përballjet e para që Irani ka pasur me Izraelin ishte zhgënjyes. Pra nuk ka pasur një qëndrim të admirueshëm, ndonse tani kundër Amerikës po lufton domethënë me shpirt. Këtë ja konfirmojmë. Ama në atë kohë me Izraelin nuk dukej se kur e kishte seriozisht. Dhe unë mendoj që kjo ka bërë që të zhgënjehen rusët nga qëndrimet e Iranit, ndonse ata i ofronin mbështetjen e tyre të plot, dhe rrjedhimisht kanë thënë dilni ju më njan dhe hyni ju për shembull për turqit, sepse janë një aleat më i përshtatshëm në këtë aspekt. Këto janë supozime sepse nuk janë gjëra që mund të dihen me siguri nga askush, por të paktën duke u nisur nga shenjat çfarë ka ndodhur në rajon, domethënë, rusët i justifikojnë që ne s'kemi pas mundësi ta shpëtonim regjimin, por unë nuk mendoj që s'kan pasur mundësi, unë mendoj që ata kanë pasur mundësi, por thjesht janë marrë vesh që të tërhiqen dhe të vazhdojnë të ruajnë interesat e tyre, edhe duke e braktisur regjimin e vjetër. Megjithatë, siç tham, mund të jemi dhe gabim. Megjithatë tani mbas kaq shumë vitesh, deri diku është plotësuar panorama e ngjarjeve që ka qenë në çështjet e Sirisë. Kështu që Siria është një gjë shumë e ngatërruar dhe kush stërvitet me të kuptuar realitetin në Siri, mund të themi që e ka më të lehtë të kuptojë edhe realitetet e tjera që mund të jenë anëpërqark nëpër zona me konflikte dhe me probleme. Ndërkaq ne e mbyllim videon e sotshme duke i kujtuar shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. رحمن ساعدني